qartë nga plani që kemi në tryez, i dakordsuar me Komisionin Evropian, dhe si kundër e kemi bërë të qartë edhe për opinionin publik. Kam përshtypjen që akoma sot edhe brenda nesh, brenda grupi parlamentar dhe lëre më pastaj brenda partisë, e lëre pastaj në opinionin publik, nuk ka një kuptim të qartë për çfarë do të thotë në pikpamje të sfidës dhe të barrës së detyrimeve, përmbushja e kushteve për të dalë me sukses nga procesi negociatave dhe pastaj përmbushja e kushteve për të përballuar përfshirjen në një realitet tërësisht të ri, siç është realiteti i një tregu prej 450 milion njerëzish, ku Shqipëria e integruar do të jetë një pikë uji në oqean, dhe ku sfida për të gjithë sektorin prodhues dhe po ashtu për institucionet do të jetë e shumëfisht. Sa për të dhënë një shembull, ne në momentin që flasim përmes skuadrës së negociatave, jemi duke negociuar periudat e ndërmjetme pas momentit të antarësimit, që t'i japim mundësi vendit që të jetë i gatshëm të përmbush të gjitha kriteret e të qenit bashkë në një familje të madhe si familja europiane. Kjo nuk është diçka që bëhet ekskluzivisht për ne, kjo është diçka që është pjesë e mekanizmit të antarësimit, është diçka që e kanë bërë edhe vende përpara nesh. Fjala vjen, Kroacia ka negociuar dhe ka arritur të marrë 10 vjet fazë të ndërmjetme për përmbushjen e të gjitha kritereve në aspektin mjedisor. Dhe në ndërkohë që ne i referohemi atë rasti dhe jemi besim plot që bazuar mbi atë precedent do të mund të marrim një lehtësim të tillë, betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor. Për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh pas antarësimit. Por ama vitet kalojnë shpejt dhe përgatitjet duhet të fillojnë tani, në vazhdën e të gjitha atyre arritjeve që kemi pasur, po të kemi parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, rrugët e Shqipërisë ishin njëkohësisht edhe tregje ushqimore edhe thertore. Nuk besoj se është e vështirë që duke u kthyer pas në vitin 2013, të gjithë të kaloni në filmin e kujtesës, gjën e gjallë që therej në rrugë, që nga kthesa e Kamzës e deri në pika tjera. Apo
të gjitha autostradat e Shqipërisë, të ashtu quajtura, që përveç se ishin lënë rrugëve, ishin të kufizuara nga tezgat dhe tregjet informale ushqimore. Që nga ajo kohë shumë përparim është bërë. Por ama, në raport me kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, jemi ende larg. Ama, duhet të dim çfarë do të thotë kjo. Kjo do të thotë që në momentin e antarësimit dhe pastaj në momentin kur përfundon periudha ndërmjetme, asnjë ushqim i prodhuar në Shqipëri nuk mund të shitet përveç në Shqipëri. Dhe edhe në Shqipëri do të funksionojnë kriteret e njëjta, që do të thotë që edhe në Shqipëri ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Po shkojnë në ekstrem. Për këtë arsye duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri. Dhe një super vendosmëri nga ana jonë si vendimarrës për të mos falur asgjë dhe askënd në emër të nevojës që të vazhdoj të punoj, që të vazhdoj. Gjithse kush do të vendoset në pozita shumë të forta për gjeshmërie dhe pune, sepse në rastin më të mirë janë vetëm 10 vjet përpara. Nëse do të llogarisim 2030-ën si vitin që jemi ulur në tryezën e Bashkimit Evropian dhe 5 vitet si periudhën e ndërmjetme që uroj dhe besoj do ta sigurojmë duke negociuar në Bashkimin Evropian. 10 vjet. Shkojnë shpejt. Më pyesni mua sa shpejt shkojnë. Dhe në ndërkohë, puna për të bërë shumë e madhe. Kështu që vi tek pika tjetër. Kemi pasur deri më sot disa raste që në mënyrë natyrshme procesi i diskutimeve dhe i miratimit të ligjeve që kanë të bëjnë me antarësimin e Bashkimit Evropian është vonuar apo është